që është bu. A keni? Kush, përmena njerë? Shumë ministria, ka pas të tjilë, këtë kohën ka pas të tjilë. A keni të të thonë që 5 vjetë rinë ushtruz dhe tyra, a keni në i konë? Jo. Që 5 vjetë rinë ushtruz dhe tyra. Edhe një herë pyetja. Qësh ka mundësi që këto institucione, ku krejt bota në institucione tila... Flasim për shumë institucione. Në qofë se dëni të flisni për administratën shërbysve civil, atër mdojnë një tema. Ato kem të folë. A mund ta kem vesh një minut me hudh poshtë këtë tezën e blokaj që fol me hamensi? Televizioni i jonë këtë në sedi gjithë shkon në humbje. Po ashtu edhe telekomunikacioni shkojnë në humbje. Gjithë shteti do të një një mu. Kështë që nuk qëndrën aja që po thu te bre, sepse shteti gjithë moni finansan, ka dolin në humbje sepse nuk kanë. Okej, Elena, edhe ashtu jemi drejt fundit të staziale, por me gjitha të, qka ndodhë, se po ikem dhe nga kjo se po prejkem dhe një zhvillim tjetë naturisht, ajo, po mund të bësh një koment për këtë dhe kalojnë lutem të ankesa Listës Sërbe. Okej, pajtona me parafolsit që ka pas gjithmonë ndërhyrje politike në administratën në këtë partijit. Do në sinqerë dhe në fond. Ora, ka pas presion. Mele dhe ke. Ko dallimi me këtë pushtet? Këta dhe me politizu këtë administratën. Pse e bëjnë këto? Këto e bëjnë mas një periude, sidomos tash me ritme matë më dhaja, mas ju ka dështuar një projekt ligj antikushtetues, që është ligji për konfiskimin e pasurit për justifikueshme. Çaj ligj, potencialisht, këtë shqiptarët e Kosovës i ka në hetim. Ajo është antikushtetuese, edhe është antinjerëzore. Izuar me majnë shantazh politik. A ka pas ndikime, ka pas. Kërkesa, përpjekja e tyne, me politizu gjithë qka të metë. Edhe të punësimët, jo në fund. Na kemi raste. Okej, drejtor, e pyeti Kërabin e poni një pyetje në rregull, çdo parti në pushtet i vetë vetit, pajtona me këto, edhe vetë ndosja këtë para ty. Këta kanë vënë drejtore jashtëligjshëm. Në kek për shembull, më kon drejtor, kushti i parë do të më kon person jo politik. Këta e kanë shkelë atë ligj, e kanë vënë në një votë. Mirë. Hajna bre, hajna. Le të kalojmë të një zhvillim tjetër, natyrisht ajo që ndodhi në mesjavë. Labinot për njësë me ty, ankesa Listës Sërbe në kushtetuese. U ka në pritshme, se në konferencë mas ditës së votimit në natë Rashicit, ata e dhanë pra lajmërimin. Në kumë të ty në ke që kanë me ba ankesë në momentin kur thanë që jena të paknaqshëm me këtë vendim të institucioneve të Kosovës dhe mështë po menoj që Lista Sërbe, Listës Sërbe i Levërdis, që kaosi në institucional në Kosovë. Do më thonë, e kanë strategji blokuse karshi institucioneve të Kosovës, do më thonë edhe më naj dëmtur... Por, apo u jipet hapësirë që ta luajnë këtë rol? Po. I jipet hapësin, po... E Albin Kurtit, po, la. Okej. As drana, në që shpëbën të kur po të ndërhyjmë... Veç, të isha me një mu, me të shnylla, më falë, zotin, vrapт, vdekra... Po të ndimon. Ma kënë gjitë dorën. Edhe interesant që kjo strategjia, po mëna i Levërdis strategjia është blokuse që mëna dëmtu imazhin ndërkombëtar që njëna prej arsyeve që pse na u kanë vendosur sankcionet ka qenë edhe pse vënimi në krijimin e institucioneve. Po mëna i që vërejtjet e fundit, jo sankcionet, po na kanë ardhur vërejtje prej bashkisë ndërkombëtare, domethënë vërejtje na kanë ardhur dhe rrjedhimisht kjo i Levërdis prapë po them Listës Sërbe. Mirë. Dhe që shumë interesant që qëtë herë, nëse Azreni po dojmë të thonë që Albin Kurti ose vetë vendosja ja japin që të mundësi, është shumë interesant, është një dallim, ta është kemi një... Si do muzi, si jo nuzi, njetjon, si Lumiri, si Albini. Po zunë njajtë e në? Unë e mene që është fanë si Lumiri. Veç njën jam maj dot edhe ma frikacak Lumiri, ky pak ma tri, ma agresivo Albini. Unë e mene që parimisht, me vendimin, bas dy vendime paraprake, unë e me sa kam mujtë me analizu është që gjëkatas kushtetuese nuk kam i jopë të drejt Listës Sërbe. Do t'ja kthej prapsht? Po, sepse Lista Sërbe mas pari për kërkon që me u bërë një ngrimi e afatit derisa të zgjidhet një vendim, që i bjen kundërshtim me 26 tetorin që është i qeverisë. Me sa dhe përshonë, nuk ka në i farë mënyre se qysh ka me arsyetu gjykata speciale nëse e vendosë një mas të gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese nga ka bërë. Ka për një arsye, sepse në vendimin e fundit, gjykata kushtetuese ka tregu qartë që në bazë kushtetutës edhe në bazë të rregullores kuvendit që ka votu vetë vendosja në kuvend, theket që e drejta e kandidimit, e propozimit të kandidatit për nën kryetar nga komuniteti serb ju takon shumicës e deputetëve serb.
Dhe kjo është arsyeja. Kështu e thot. Edhe kjo nuk është zbatuar. Edhe këtu ka arsye të mjaftueshme. Arsye të mjaftueshme gjykata kushtetuese. Dimali pa short. Ka një dimali pa short. Ata e kanë propozuar. Konsumue e drejta Alisë Ser.